Por tani besimi ynë është ende tek spaku dhe tek gjykata e posaçme. Prej vitesh drejtësia e kontrolluar nga ish-kryeministri Sali Berisha dhe aleatët e tij nuk e thiri kur atë si të akuzuar për vrasjet në Tropoj. Me krijimin e SPAK dhe mbështetjen e ndërkombëtarëve, u hap për herë të parë një dosje ndaj tij pas kallëzimit të Aisha Haklajt. Ajo dha 14 orë deklarime me detaje mbi skenarët, ekzekutorët dhe urdhëruesit e vrasjeve të vëllezërve të saj. Hetimet vazhdojnë dhe pozitat e Berishës mund të lëkunden më tej, pasi është depozituar një kallëzim i ri penal nga Shote dhe Vjollca Haklaj, përfaqësuar nga avokati Idajet Beqiri. Kallëzimi përfshin prova filmike dhe dokumente që sipas paditësve vërtetojnë përgjegjësinë e Berishës dhe të 12 të tjerëve të akuzuar për vrasje në rrethana cilësuese, organizim kriminal dhe shpërdorim detyre. Familjarët e viktimave akuzojnë Berishën si krijues të një organizate kriminale që eliminoi Sokol, Elez dhe Cen Haklaj për motive hakmarrjeje. Ata kanë depozituar prova dhe kërkojnë regjistrimin e procedimit penal për vrasjet, duke insistuar që avokati Beqiri të jetë i pranishëm gjatë deklarimeve. Dosja përfshin ngjarje të vitit 1997, kur Sokol Haklaj dhe të tjerë udhëtuan nga Bayram Curri në Tiranë për të marrë Brahim Rustemin.